Djemët e Dukagjinit e kanë kalu detin me gomone për të kriju një jetë më të mirë këtu në Itali. Ne kemi rrugtu disa herë për qef, por sofrën e Dukagjinit në Itali e pruni një mërgjimtar i Dukagjinit, një djali shoshit. Për 2 vite në Firenze, biri Dukagjinit, një atletar dhe një patriot i mrekullueshëm i folklorit, zoti Kolnou, na ftoi në Firenze. Faleminderit për gjithë shka që ke pa për sofrën e Dukagjinit. Faleminderit për 500-600 sa kilometra janë prej Firenze marrë këtë sorte me na njek, dhe djemët e shoshit janë të përmendur për pesë, për bujari dhe për gjithë shka të mirë që ka Dukagjini. Jo më këtë janë në zemër Dukagjinit. Pranaj, ta miqë të mi, këta kolekt sofrës Dukagjinit dhe tuj, i përshnes me kamen shoshi i besës nga Gjellosh Pusa, për Kolnoun dhe kushrit e ti dhe miqët e ti. Faleminderit. Mirë mbrëma gjithë dhe ju uroj t'ja kaloni natë sa më të bukur. 5 taksime po që gjithmonë gëzuar poshtë për shëndet, në veçanti përshëndes mallin Kolnou, i cili ka pat mujtën sponsorin e kësaj këngët, shoshi i besës. Hajde maestro!
Ju faleminderit për Zotin ju.